Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës nga unë Tirona Lilia, ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV. Nëse ka pas djalë i cili gjithmonë ka ditur të vlerësoj dhe të respektoj të gjithë fetë, ashtu siç edhe e ka thënë vetë edhe në Big Brother, edhe tani që të gjithë fetë e Zotit derdhen në të njëjtin lum, apo derdhen në të njëjtin liçen, është Luizeli. Luizeli ditën e djeshme, me patjetër që nuk do të haronte për të uruar të gjithë besimtarët musliman. Pse është kaq i veçantë urimi i Luizit? Urimi i Luizit është kaq i veçantë sepse Luizi i përket besimit katolik, do me thënë ai është katolik, por jeta të qëndruarit me shoqëri, të jetuarit në një komunitet të përbashkët mes muslimanëve, ortodoksëve dhe katolikëve, por edhe të tjerëve, i ka dhënë Luizit një edukat dhe të mësuarit në kishën franceskiane në Shkodër, i ka dhënë Luizit një edukat që të gjithë besimet, pa marrë parasysh, janë shtëpitë e Zotit, janë lutjet e Zotit. Thjesht dallojmë në formën e lutjeve. Katolikët luten ndryshe, ortodoksët ndryshe, muslimanët ndryshe, por në fund të ditës të gjithë i drejtohen një Zotit. Të gjithë mbështeten tek Zoti dhe të gjithë janë pranë Zotit. Luizeli me dashurinë më të madhe, duke shprehur mirënjohjen për të gjithë besimtarët musliman, duke treguar njeriun që është, duke treguar dashurinë e madhe që ka për krijuesin, duke treguar respektin që të gjithë fetë kanë ndaj njëra tjetrës dhe të jetuarit në Shqipëri, në një komunitet të përbashkët gjithmonë ka ushtruar mësimin që fetë janë njësoj dhe të gjithë jemi të Zotit. Luizi në shenjë respekti për besimtarët musliman me një ilahi të përzgjedhur në prapavit të videos, ka uruar të gjithë besimtarët me dashurinë më të madhe, me kënaqësinë më të bukur, duke i uruar gëzuar këtë Kurban Bayram. Ai me shpirt të pastër e ka bërë gjithmonë këtë, unë kujtoj dhe në Big Brother, Luizi dinte shumë bukur kur fillon dhe kur mbaron Bayrami, kur është nata e Kadrit, do të thënë të gjitha festat fetare islami i dinte dhe njihte dhe Qaben, njihte dhe Mekën dhe Medinën, vendet e shenjta për besimtarët musliman. Dhe kjo tregon zemërmirësinë dhe shpirtin e tij që gjithmonë është njeri mbi të gjitha dhe nuk na dallon fare feja. Unë dua ta falenderoj publikisht Luizin për gjithmonë për këtë dashurinë e madhe që tregon për vëllezërit e tij, ndaçat ortodoks, ndaç musliman, ndaç të tjerët pa marrë parasysh, dhe gjithmonë është pranë nesh me pozitivitet dhe me adrenalinë shumë të bukur.